Kryeministri Edi Rama kaloi çdo limit pasi humbi qetësinë përballë gazetares Ambrozia Meta, që e pyeti se pse për qytetarët kërkon burgosje, ndërsa për bashkëpunëtoren e tij Belinda Balluku i ruan imunitetin, kaloi si rrallëherë në sulme direkte ndaj Syri Televizion. Duke tundur një dosje që ka 3 vjet në prokurori, Rama jo vetëm shantazhoi, por edhe paragjykoi drejtësinë, duke thënë vetë me gojen e tij se Syri Televizion vazhdon të pastrojë para, ndërsa Arben Ahmetaj si ministri i financave dhe zvendës kryeministër në atë kohë i dha përgjigjen Ramës, duket se kryeministri nuk u ndal për asnjë moment, duke angazhuar drejtorin e tatimeve të kohës, Ceno Klosi, për të sulmuar Syri Televizion e për t'i hedhur firmën kallëzimit që institucioni në varësi direkte të Edi Ramës duhet të bënte ndaj Syrit. Ndryshe nga Arben Ahmetaj, ushtari Belinda Ballukut kreu porosinë e Edi Ramës, e pas kësaj nuk kanë munguar vlerësimet për të, duke e mandatuar edhe si deputet të Partisë Socialiste. Sot duket se nuk bëri asgjë më pak se atë që siç edhe publiku e dinte me kohë, autori vërtet i kësaj dosje dhe kallëzimit të përdorur nga kryeministri Edi Rama është vetë ai. Ky fakt është konfirmuar për Syri Televizion si privatisht, por së fundmi edhe publikisht nga vetë zëvendësi i tij Arben Ahmetaj. Në intervistën e fundit në Çim Pega Live, Ahmetaj pohoi se ishte Edi Rama ai që i vuri para një dosje duke i kërkuar që të kallëzonte Syrin. Televizioni është në prokurori prej disa vitesh për pastrim parash. Dhe dua që ta dinë të gjithë këtë fakt. Televizioni që ti e sjell këtu si argument është një subjekt i denoncuar për pastrim parash. Në rastin tënd ka një gjë tjetër interesante. Po. Më ka sjell një dosje me demek për akuzë për pastrim parash. Po. E kam studiuar dosjen, e kam thënë jo, nuk ka pastrim parash. Dakord. Siç e pat edhe nga përgjigja e zvendës kryeministrit, Edi Rama jo vetëm është autor kryesor i sulmit ndaj të vetmes media opozitare Syri Televizion, por ndërkohë ka marrë edhe përgjigjen e dosjes që ka 3 vjet që e tund për shantazh. Ndërkohë që sulmon hapur me dosje të montuara dhe pa dosje të vetmen media që nuk e blen dot Syri Televizion, pjesës dërmuese të mediave që i ka në shërbim u jep tendera korruptiv qindra milionësh për rrugë koncesione. Toka me €1 për të ndërtuar godina televizionesh i bën investitor strategjik me të vetmin qëllim për të mbajtur pushtetin e tij të zhytur në korrupsion. Në rastin tënd ka një gjë tjetër interesante. Po. Më ka sjell një dosje me demek për akuzë për pastrim parash. Po. E kam studiuar dosjen, e kam thënë jo, nuk ka pastrim parash. Dakord. Mirëmbrëma, po fillon plug. E nisim këtë emision me një parashtrim të akuzave që kryeministri Edi Rama bëri javën e shkuar ndaj Syrit Televizion. Jo pa qëllim, sepse akuzat e montuara nga Edi Rama, siç dosja që i kërkoi Arben Ahmetaj të bënte për Syrin, ishin në fakt simboli i qeverisë së tij, por edhe i rrethit të tij të ngushtë që shpesh kanë qenë objekt denoncimesh nga Syri Televizion, por edhe nga media prestigjioze europiane. Do t'i tregojmë sot se si ortak e bashkëpunëtor të afërm të Edi Ramës kanë ngritur skema të mirëfillta pastrimi parash. Miliona euro të zhvatura nga korrupsioni, krimi dhe deri te mashtrimi që pastrohen në bizneset hapura rishtazi për këtë qëllim. Por fillimisht, do t'ju sjellim një material prezantues të një prej personazheve kryesor, një emër që e njihni, Amant Josifi, ortakut në biznes dhe miku të vllajt të kryeministrit Olsi Rama. E më pas, do të ndalemi gjerësisht te një prej këtyre skemave. Teksa Edi Rama sulmonte Syri Televizion, po javën që shkoi, një tjetër media prestigjioze italiane, e pacënueshme nga kryeministri ynë, Italia Uno, në emisionin Lejene i drejtonte një apel publik kryeministrit ton, që të lejonte institucionet që t'u jepnin akses gazetarëve për të investiguar, si dhe i kërkonin në vllazërisht që të ndalte aktivitetin e mashtrimeve me call centerat, duke lënë të kuptohet se pas tyre qëndron edhe vëllai i tij, Olsi Rama. Presidente Edi Rama, in nome dell'amicizia che lega i nostri paesi, non potrebbe spendersi in prima persona affinché dall'Albania non partano queste truffe verso l'Italia? Ky apel i gazetarëve italian që zbarkuan në Shqipëri për të investiguar bazat e mashtrimit të qytetarëve italian nga call centerat të vendosur në kullat e ndërtuara në qendër të Tiranës, edhe këto të fundit, një tjetër parajse pastrimit të parave të drogës dhe korrupsionit që lulëzojnë me firmë direkte të Edi Ramës.
Teksa ishin kamufluar në mënyrën më perfekte të gazetarisë investigative dhe kishin arritur të depërtonin brenda bazave të mashtrimit, gazetarët italianë arritën të siguronin prova të mjaftueshme se si kullat e Tiranës ishin shndruar në folet të mashtrimit, ku pas tyre dyshohet se qëndrojnë njerëz me pushtet. E papritura për investigimin e gazetarëve italianë ndodh në momentin që këtë investigim do ta raportonin pranë autoriteteve ligjzbatuese shqiptare, me qëllim që policia dhe drejtësia t'i kapte këto baza mashtrimi me presh në duar. Por e kundërta ndodhi. Sapo autoritetet shqiptare u vunë në dieni, çdo gjë u dekonspirua. Persona me pushtet pranë këtyre institucioneve njoftuan në kohë reale pronarët real të call centerave dhe ato u boshatisën pak para se agentët e BKH-s të mbërrinin aty. Madje, për të parë këtë dekonspirim skandaloz, për të zhdukur gjurmët e mashtrimit të qytetarëve italianë dhe jo vetëm, mbriti edhe kreu i BKH-s, Jon Keta. Tashmë, agentët e BKH dhe prokurorët e SPAK nuk arritën të siguronin të gjitha provat, ndërsa në pranga ranë ata që prej muajsh përdoreshin për të ngritur telefonin, por bosët e vërtet, siç është bërë tashmë rutinë për realitetin shqiptar, arritën sërish t'ja hidhnin paq. Kjo, fal pushtetarëve të lidhur me ta që dekonspiruan këtë investigim të gazetarëve italianë. Dyshimet e gazetarëve italianë se pas tyre qëndron vëllai i kryeministrit Edi Rama nuk janë të pabaza. Siç rëndom flitet në qarqet e Tiranës, pas tyre dyshohet se qëndron Olsi, vëllai i kryeministrit Edi Rama. Dhe kjo konfirmohet edhe nga fakti se një prej bosëve të call centerave mashtruese që rropën qytetarët evropian nga Shqipëria është Amant Josifi. Organizata e tij u zbulua nga një operacion ndërkombëtar ku të përfshira ishin autoritetet ligjzbatuese spanjolle, italiane, por edhe gjermane, të cilët, siç përflitet, kanë në dispozicion një dosje goxha voluminoze për këta personazhe, elemente të cilave u kanë vënë në dieni edhe autoriteteve shqiptare. Por cila është lidhja dhe aktiviteti që bën bashk Amant Josifin dhe Olsi Ramën dhe si përfshihet ky i fundit në skemën e call centerave, paratë të cilave pastrohen në biznese në dukje të rregullta, tek të cilat do të ndalemi në vijim. Biznesmeni shqiptar Amant Josifi, i shumë kërkuar nga autoritetet spanjolle për mashtrimin e 200.000 shtetasve europian për një shumë prej 2.5 miliard euro nëpërmjet call center, ka qenë ortak me Olsi Ramën, vëllain e kryeministrit Edi Rama. Syri Televizion publikoi ekskluzivisht një dokument zyrtar në të cilin thuhet se Olsi Rama dhe Amant Josifi kanë krijuar shoqërinë Pegasus SHPK, e cila ka si aktivitet kryesor shërbimin e shitjes nëpërmjet telefonit call center. Kompania është regjistruar në maj 2014. Vetëm pak kohë pasi Olsi Rama u rikthye në Shqipëri, menjëherë sapo vllai i tij mori mandatin e kryeministrit. Bashkëpunimi zyrtar ndërmjet Josifit e Olsi Ramës ka vijuar deri në janar të vitit 2018. Jo vetëm ortakëri me Olsi Ramën, por Josifi rezulton të ketë lidhje të forta me qeverinë. Ai ka qëndruar për shumë vite në krah të ministres Olta Xhaçka, si këshilltar i saj, gjatë kohës që ka qenë ministre e mbrojtjes. Po ashtu, ai është djali i Pranvera Strakoshës, një zyrtare e lartë në qeverinë e Edi Ramës, që tashmë mban postin e komisioneres së mbikëqyrjes së shërbimit civil, për 2 mandate e vot besuar nga deputetët socialist. Aktualisht, Amant Josifi konsiderohet nga autoritetet